Nga që ka thonë Rasulullah alayhi salam, ka thonë ai I cili e kënaq Allahun azza wa jall duke I hidhru njerëzit, nuk janë in për njerëzit, I intereson veç kënaqësia e Allahut, nuk ja bën çefin njerëzve, punon për Allahun azza wa jall, nuk punon me ja u bë çefin njerëzve, punon për Allahun azza wa jall. Këtina I mjafton Allahu azza wa jall, ka thonë Muhamedi alayhi salam, kundër njerëzve, ndaj njerëzve, s'ka nevojë për njerëzit kë. Ai I cili e hidhron Allahun azza wa jall, por me I kënaq njerëzit. Në atë kuptimin, kjo shoqëria që po lypin prej meje me provu një cigare, për provaj, se qashtu për lyp shoqëria, për lypin me pipak, Allah në rrët alkohol, për pise, për I kënaqë këta, qashtu për lyp shoqëria me njerëzit. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu ka me lanë këtë njeri të mbështetur të njerëzit. E ata të cilin e lenë Allahu azza wa jall të mbështetur të njerëzit, mos vetë për ta. Ata që kanë mosh pak e kanë pa kush janë njerëzit, tash paramendohe me met në myt njerëzve, në shpresën, në rahmetin, në mirësjelljen e njerëzve, mos vetë për neve. Allahu azza wa jall na bëj për atyre që punojnë për kënaqësinë e Allahut azza wa jall.